Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit i Bashkisë Vlorë kanë ndërhyrë sot për shembjen e 12 strukturave pa leje për t'i hapur rrugë vijimit të projektit Lungomare 3 në Vlorë. Janë kryesisht mure rrethues dhe njësi shërbimi të cilat janë shembur nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit për gjatë 2 ditëve në zonën e Jonufrës, ndërsa tashmë do të vijohet me zbatimin e projektit aty ku do të ndërtohet shëtitoria për këmbësorët, si dhe një korsi për biçikletat, e gjitha parashikohet të jetë rreth 5 metra e gjerë. Nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Vlorës bëhet me dije gjithashtu se janë duke u verifikuar në të gjithë gjatësinë e projektit dhe të tjera objekte dhe struktura të cilat bëjnë pengesë për zbatimin e projektit. Projekti Lungomare 3 shtrihet nga zona e tunelit në ujë të ftohtë deri në radhime Orikum me një gjatësi rreth 20 kilometra, ndërsa vlera e projektit shkon në rreth 15 milion euro. Përfundimi i Lungomare 3 pritet të japë një zhvillim të mëtejshëm turizmit në këtë zonë.